Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së Gaforës. Të dashur Gaforë, ky është mesazhi që është taksur për ju. Dhe është një letër jashtëzakonisht e bukur. Ndryshe quhet kupa e dëshirës ose letra e plotësimit. Të dashur, mesazhi juaj për këtë për sot është: dëshirat tuaja janë në rrugë për të përmbushur. Gëzimi personal, lumturia e mbrëmshme, të dashur Gafor, dhe ndjenja mjaftueshmërisë janë afër. Jeni në një fazë ku jeni duke parë shpërblimet e përpjekjeve tua, apo jeni duke filluar, apo do të filloni, duke përjetuar ose afruar një kënaqësi të sinqertë me veten dhe jetën, në pozicionin ku mund të thoni: e meritoj tani, vërtet e meritoj, pas gjithë kësaj pune, pas gjithë këtij mundimi, shqetësimeve, stresit, çfarëdo që të ketë qenë, e meritoj. Këshilla për këtë, apo çfarë mund të bëni, të pranoni me mirënjohje atë që keni arritur, edhe nëse është vetëm hapi i parë i suksesit, të dashur Gaforë. Të lejoni veten të ndjeni gëzim, pa ndjerë ndonjë faj, apo të arsyetoni, pa menduar se është shumë bukur për të qenë e vërtet. Të kujtoni se edhe lumturia është një akt guximi, jo vetëm durimi. Të mos shefni dritën e juaj për të tjerët, të vi keq të gëzojni për ata që se kanë ndezur ende të tyrën. Pra, ti nuk je më në kërkim, ajo që ke kërkuar po vjen. Pranoje, gëzohu, lejoje zemrën të ndjej plotësi, siç është dhe letra që thot: kjo është apo dëshira jote do të plotësohet, ose është rrugës, apo është plotësuar. Mos u ndal tani, je më afër se kur të ndiheni të plot apo të plotësuar, të dashur Gafor.